Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit kanë rritur ndjeshëm rrezikun për shpërthimin e zjarreve, duke vendosur në gatishmëri të plotë strukturat përgjegjëse në qarkun e Lezhës. Për shkak të terrenit malor dhe sipërfaqeve të mëdha të mbuluara me pyje dhe shkurre, Mirdita konsiderohet një nga zonat me rrezikun më të lartë gjatë sezonit veror. Shërbimi zjarfikës u bën thirrje qytetarëve të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr, si djegja e mbetjeve, ndezja e zjarreve në natyrë apo hedhja pa kujdesshme e bishtave të cigareve. Gjithashtu qytetarët të njoftojnë me njëherë autoritetet në rast se konstatojnë vatra zjarri, në mënyrë që ndërhyrja të jetë sa më e shpejtë dhe të parandalohet përhapja e flakëve. Duhet të them të gjithë banorëve të Mirditës të bëjnë kujdes, nuk lejohet në asnjë mënyrë ndjegja e asnjë lloji materiali, asnjë lloji mbeturinave në zona, pasi është një shkelje në kundërshtim me ligjit, kodit të procedurës, kodit penal, dhe urojnë çdo lloj problemi që mund të kenë të njoftojnë sa më shpejt tek numri i sallës operative të sektorit MZSH në numrin 128. Aty përgjigjemi ne dhe jemi sa më shpejt pranë jush në çdo lloj problemi që mund të keni. Muaji qershor u mbyll me disa raste zjarresh në qarkun e Lezhës, kryesisht në sipërfaqe me bimësi dhe kullota. Fatmirësisht fal reagimit të shpejtë të forcave zjarfikse dhe bashkëpunimit me strukturat vendore, zjarret u vunën kontroll në kohë duke shmangur dëme të mëdha në fondin pyjor, ekonomitë bujqësore dhe pronat e qytetarëve.